qytetari, që është po thot Froçi, din me vlerësu se populli s'është budall. Kushtimisht për thomë këtë shpëje, se të naj po i këpëjnë video të po manipulohet në për internet me tu. Çështja është se unë mendoj ku dalloj me zotin Froçi është se Albin Kurti nuk e ka amo asnjë ide politike. Asnjë ide politike, as në veri, as në jug. Albin Kurti punon edhe vepron me taktika ad hoc, me taktika që shpej pëlqejnë popullit, me populizmin e tij, cilin e ka çdo popull dorën zemër, jo vetë shqiptari modern, po them që ka me gjallë në histori, i pëlqejnë, i shkojnë për zemër me aprika telin ku i dham, dhe të tjerët nuk ja prekën atë sentimentin. Sentimenti i parë që zoti Kurti e ka prek është enverizmi. Nona Shqipni, bashkimi me Shqipnin, edhe pse tash e ka haru se po thot nuk e lejon kushtetuta, edhe sentimenti i dytë është sentimenti antiserb i shqiptarëve të Kosovës, i cili megjithatë është ende i freskët. Sepse njerëzit, jo që të gjithë, po një pjesë shumë e madhe njerëzve kanë humbë gjithçka, kanë humbë familjet, i kanë humbë. Dyja ide politike veç. Jo, këto janë asnjëna ide politike, këto janë fakte historike. Ja, dyjat, edhe autoritarizmi i Enverit, edhe kjo antinacionalizmi ndaj serbëve, këto janë ide politike. Këto janë ide politike që kanë shkuar në histori. Jo, s'kan shku se ti përshë që sot halajën gjalla. Ky ka i kthy domthon të ja u ka prek sentimentin, po pse kjo psikologji. Në teorinë e lojnave Froçi, Albin Kurti ka ditë me lujt në fushën me shumë aktor. Jo vetë. Se po opozita, unë e pajtojnë ata në këtë rast me ty. Plotësisht e kalon të vetëm se i ka përqafu kauzat e tij dhe që tu e ka lyp, e ka gjetë. Do ndeshkimi i opozitës, po gjë që se kanë thonë kolegët e mi që e mbrojnë vetëvendosin asnjëherë, është që krejt opozita kanë ndihmuar për ka përkrah Kurtin. Si e ka përkrah jo Ali? E që tregoj. Pak ma keni hup ide. Tupin. Mos e kemi përkrahë na këtu në studio pa ide. Po del që kur i bani 51% krejt e pas mi përkrah. Jo, nuk ka përkrah për 2021 në diskurs. Mire ka këtu Ali. Nëse ti shkon intervenon veri, edhe nuk del asnjë subjekt opozitor që thotë që kjo është gabim, është duar trokit aksionet e Kurtit. Jo veç në opozitë, edhe studio televizive. M'falni. Tash ja kemë thonë që ka bërë keq. Populli i Kosovës ka po që ky është shpëtimtari, sepse